Çfarë ndodhi Gjestit para fillimit të spektaklit? Gjesti është parë vetëm në oborrin e shtëpisë i zhytur në mendime, ndërsa në sfond luaj kënga e Eminem. Ai nuk foli asnjë fjalë, por thjesht lëvizte kokën në ritmin e muzikës, duke lënë të kuptohet se ishte i prekur emocionalisht. Situata në shtëpi është tensionuar ndjeshëm pas daljes së Eglit, e cila u largua në një gjendje të rënduar psikologjike. Shumë nga banorët e kanë fajsuar Gjestin për këtë, duke thënë se sjellja e tij e kishte ndikuar atë rënd. Në shumë raste Gjesti është parë duke i thënë Eglit zhduku, herë duke e afruar, e herë duke deklaruar se nuk kishte ndjenja për të. Kjo luhatje ka bërë që situata mes tyre të përshkallëzohet, duke ndikuar negativisht në mirëqenien emocionale të Eglit, e cila në fund vendosi të largohej nga gara. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.